Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24 këtë mëngjes të ditës së premte. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes e dashur. Si je sot? Jam shumë mirë. Je gati për të na dhënë recetat e sotme dhe të fundjavës? Jemi bërë gati, po faktikisht në fillim fare le t'i përshëndes anëvisat, t'i uroj një ditë të bukur dhe t'i ftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë recetat do përcjellim për ato sot. Kam menduar sot recetat faktikisht të jenë si thua për fundjavë. Për fundjavë, për të shtunë të dielë, është ajo gjithmonë e premten, unë ja përkushtoj kësaj dite, do me thënë, sepse që është e vërteta, na pëlqen kjo gjë që dhe do t'ishte shumë gjë e mirë që të mblidhesh i motë të shtunë të dielë të gjithë rreth kryesës familjare, për të qenë, si thuash, më afër familjes. Dhe çfarë do të përgatisëm sot, edhe pse kemi ngrënë mishe, di unë tani. Mirë, po vjen mesi janarit, u harrua mishi festave. U harrua, kur kemi nevojë, sepse ç'është e vërteta pa mish nuk mund të jetojmë. Do ju them një gjë faktikisht me punë e mishit, po le të fillojmë një herë dhe themi më mbrapa që mos të harxojmë kohë, se thonë dhe anvisat po na abonon Katerina. Atëre, përzidhni mish viçi ose dhe mish dele, tani në këtë kohë, do me thënë, është ftohtë dhe konsumohen, do me thënë, dhe shijohet shumë mirë. Unë kam përzidhur një, si thua, siç e shikoni, është një pjesë e plot nga pjesa e kofshës dhe është tull, por ka dhe pjesën e kockës brenda, do me thënë, dhe është goxha e mirë, do me thënë, për të përgatitur këtë lloj recet. Këtu do ta bëjmë fillimisht, gjithmonë unë them që tek mishi nuk hedhim krip edhe piper, por në këtë rast, sepse unë do ta kaloj pastaj në miell, hidhet kripa dhe piper dhe do ta kalojmë në miell, do me thënë do ta pudrosim me miell dhe do ta kalojmë në tigan, duke i bërë një kavërdisje të lehtë. Që fillimisht unë filloj dhe them që arrim dhe kom për t'i përfunduar receta, sepse përveç se kësaj do të kemi edhe receta të tjera. E heq sepse kishte marrë temperaturë, edhe do t'i shtoj dhe pak gjalp, ma një luk tjetër. Gjithmonë kur e kemi të nxehtë tiganin, fillimisht hedhim vajin, pastaj shtojmë gjalpin, por duhet kemi kujdes këtu që ta heqim nga temperatura e sobës që mos të na digjet. Qartë. Filloj tani bëjmë edhe këtë përgatitjen e mishit, që do të thotë me krip. Edhe me piper të zi. Edhe me piper patjetër. Pra në këtë rast e bëjmë marinimin, sepse do t'jetë mielli ai që do të bëj atë mbulesën përfundimtare. Dhe nuk na lejon që të thaj dhe të lëshoj ato lëngjet. Ta pudrosim me miell dhe pastaj e shkundim. Okej. Pasi e kemi pudrosur, do ta kalojmë në tigan ku kemi hedhur pak vaj dhe pak gjalp. Do t'i bëjmë një, si thuash, pjekje sipërfaqësore. Kjo është... aty e ka lezetin. Ajo ka gjithë... Më pëlqen që është kështu. Një shkundim. Sopë e madhe, sigurisht që nuk është për një persona. Jo, është pjesë e madhe faktikisht. Tani racionet në shtëpi janë visat din dhe i vën vetë, si pas mundësisë që kanë. Shiko, atë mund të ha dhe një person, se varet sa mish ngrënës jemi, po le të themi është pak e madhe. Tani, unë mendoj që ne shohim pak recetat, është ky momenti i fillimit të kuzhinës që e kemi të nevojshme të shohim të gjithë përbërësit që ne do të kalojmë në përduar sot për të përfunduar këto receta që do t'i lexojmë së bashku tani në ekran. Kemi mish me makarona në furr, 800 gram mish, 2 lugë gjelle vaj, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle miell, 2 qep mesatare, 3 thelpinj hudhër, 2 karota, 1 deg selino, 1 kuti domate të konservuar ose 2 domate pure, 1 lugë gjelle salcë, pak piper speci, 1 pako makarona, 1 filxhan çaj kos, 80 gram djath kaçkavall. Qofte cigaridhe me vezë, 500 gram mish gici, gjysmë gote verë, 4 kokra vezë, 2 lugë gjelle pana, krip, piper, rigon dhe majdanos për servirje, sigurisht edhe vaj, që është pothuajse në të gjitha recetat. Sallatë e ngrohtë me lakër të kuqe dhe moll, për të cilën do të na duhen 300 gram lakër e kuqe, 2 moll, gjysmë limoni, 1 qep, gjysmë gote verë të kuqe, 3 lugë gjelle aceto balsamico, 1 lugë gjelle sheqer kaf, bahar, arë moskat, krip, piper, vaj. Interesante recetat sot, tipike fundjave, mund të kombinohen fare mirë me njëra tjetrën, po marrë edhe pak sekonda kohë, me qënë se kemi si makaronat të sjellë në një formë
tjetër edhe interesante. Sot kemi vezët pjesë të recetave, kështu që më lejoni t'ju them se cilat janë produktet që ne zgjedhim për të gatuar dhe për të patur këtë sukses edhe shije në gatimet dhe recetat tona të përditshme në Vila 24. Sigurisht që kompania Atlas është përkrahasi dhe mbështetësi ynë. Përgjithsisht janë ato recetat me miell që ne e themi me krenari na shkëlqejnë këtu në studio, dhe përveç se mielli Ola vjen me të gjitha variantet e saj, Atlas prej disa kohësh tashmë në ka ardhur pranë shtëpive edhe shijes son edhe me pastat fantastike. Janë pasta Ola, të cilat i gjeni në variante të ndryshme. Janë cilësia maksimale e miellit semola, që sjellin edhe këtë rezultat të shishëm e të shëndetshëm. Ne sot këtu mbi tryezë i kemi në disa variante dhe do t'i përdorim për të bërë pikërisht këtë recetën me mish e jo vetëm. E ndërkohë që do të doja të përmendja gjithashtu vezën Novital, cilësi në 4 stin, ajo kokra e vezës që është përzgjedhja më e mirë që ne mund të bëjmë që në nisje e përfundim të ditës, meqense siç Ovital na thot, nisja e ditës son duhet të nisë me një plan ideal dhe është pikërisht veza Ovital që na e bën këtë plan. Me një vezë të zirë dhe një omlet të shpejt, jemi gati për të nisur ditën. E sigurisht që më pas gjithçka që përgatisim në shtëpi, në pjesën më të madhe të rasteve do edhe vezën, qof një kek, qof një ëmbëlsirë, po qof një supë e prerë me vezë, pothuajse gjithçka vezët janë të domosdoshme, përveç se të domosdoshme për shëndetin edhe për të realizuar receta të shijshme në përditshmërinë tonë. Kati tani është duke vijuar me recetën dhe unë shoh që kemi kaluar në procesin e radhës, janë hudrat, okej. Kur janë në ujë këto, pastrojnë me një herë. I hedhë, me thënë që të marë mishi duhet në temperaturë të nxehtë apo të nxehtë me një herë? Po mua më ishte fikur soba. Ai pra se që është dhe mishi trash, janë të mira këto sobat, po problemin do kaloj në furr, Anila, mishi. Po, e kuptova, unë e lexova dhe recetën në furr thoshta. Kështu që tani neve thjesht i bëjmë, si thuash, përpunimin e nxehtë. Po. Që ta kalojmë, do me thënë, nga të dy anët. Ja. Shumë mirë. Ma dje këtu duhe prerë, para se ta... Po, që të mos të kurret. Po. Ta presim e thikën tjetër. Duhet prerë para se ta vendosim. E vërtet. Në momentin që e kishe rahur pak, besoj? Apo nuk ka në Jo, nuk rapet. Jo, nuk duhet, se lëshojnë lëngjet. Thjesht kjo prerja duhet. Pjesa e djamit që e rrethon. Po, duhet prerë. Pak vetëm ajo dhe as e shtypim, do me thënë, nuk e rapim, as duhet kështu si që është, sepse nëse do të rapim, ajo nëzirë lëngjet, tahet, dhe kështu që nuk rabret ashtu si ne e duam. Tani, pasi do bëhet edhe kjo pjekja nga ana tjetër, do të kalojmë në tavë dhe do të pregatisë atë salsën, që do të hedhë më mbrapa edhe qepët edhe këto karote dhe selino kam përzgjedhur unë, piper, nëse doni mund të shtoni dhe kokra piperi, që të hidhni tek pjesa e tavës, por unë e kam përzgjedhur thjesht me karot, me selino, me qep, me hudhra, krip, piper, këto aromatizues. Edhe do të kemi domate. Po shikoj, mos harrove në një gjë. Mendova se mos harrova në një gjë, po shikoj, edhe po harruam s'ka gjë. Në kuzhinë shtojmë dhe paksojmë. Kështu që edhe ju në shtëpi të njëjtën gjë mund të bëni. Tani e kam gati, për ta. Pra mishit kaq i duhet, thjesht të krijoj të bëj atë korën si përfaqësore. Po. Edhe në këto lëngjet e mishit dhe shikoni tani nga që unë e shkunda para se ta vendos brënda, nuk kemi atë mielin që të na nxjihet vaj, ndyra dhe digjet gjatë përpunimit, neve thjesht duam aq sa s'ka rëndësi, bashkë do t'i hedhë edhe njërën dhe tjetrën. Po, nuk ka rëndësi radha. Për punën e qepëve, si që shikoni, kur bëjmë gatime të tilla, është mirë, do me thënë që mos jenë në kubik, por t'jenë kështu në gjysmë rrethi. Qartë. Edhe këtu tani zbusi, të nxjerrin aromën e mirë, tani na ndihmoi zjarri sot. Po, e mori tani. Filloj të marri, mos ta marrim në sysh.
edhe piper, edhe këto karotën dhe selino. Janë aromatizuar shumë të mirë, do me thënë qoftë për mish vici, qoftë edhe për mish qëngjë ose dashi ose dele, do me thënë tani konsumohen shumë mirë. Thjesht një zbutje të lehtë se këto të kalojnë në furrë. Nuk ka nevojë që të... Ajo që ngele të shtojmë edhe këtë salcën, nga gjalpi është pak salcë, jo shumë. Okej. Nëse doni, mund të shtoni edhe piper të kuqës, speci. Por ne kemi dhe domate, jo? E freskët. Në rregull, ja. E kalojmë edhe një herë. Aromë të mirë ka lëshuar, do me thënë edhe qepa, selino që kemi hedhur brenda. është kombinim shumë i mirë me pjesën e selinos. Dhe tani është momenti që të shtojmë, nuk është e nevojshme të gatuajmë plotësisht, apo jo, për aq kosa do kalojnë në furrë, siç tham, po. Thjesht një ngrohje. Kështu që, po, bëjmë një parapërgatitje të gjithë përbërësve bashk, edhe më pas në furrë. Të marri pak, do me thënë një ngrohje këtu, pak dhe me domate, edhe vendosim tani në furrë. Shumë mirë. Në furrë, gati edhe këtë letrën e kuzhinës, sepse na duhet edhe letrën e kuzhine, po. Do të ambullojmë, sa është ajo kaq. Ta lagim pak të nisën e letrës. Sa është na marrë një 2 val kjo. Në rregull. Vaj ulliri. Edhe pak vaj, po. Gjithmonë letrën e kuzhinës e lagim, kur e përshtasim me hapësira të ndryshme, e madhësi të ndryshme të tapave. Furrën duhet ta kemi të ndezur më përpara, në temperaturën 220 gradë fillimisht, duhet temperaturë e lartë që me njëherë sa ta vendosim të filloj vlimin, pastaj e ulim në 200 gradë, varet në 180-200 gradë dhe varet dhe këtu tani prap nga lloji i mishit. Nëse është mish i madh, do kohë zgjatën më shumë. Sa më shumë të qëndrojë në furrë, do me thënë në temperaturë të ulët në mesatare, aq më mirë dhe më e shishme bëhet. Dhe thoni ju, po pse nuk e bëjmë në tenxhere ose në tigan? Sigurisht që bëhet tenxhere në tigan, po kur e vendosim në furrë ka një tjetër shije. Kjo është, por që mund ta bëni këtë veprim ashtu siç u bë në fillim fare, përgatitet edhe salca më vete, dhe pastaj mund të vendosim mishin brenda te tenxheria ose te tigani që juve keni përzgjedhur, nëse keni tigan të thellë, e mbuloni me kapak dhe e lëni në një temperaturë të ulët në mesatare, të zihej avash avash dhe e keni gati pastaj për ta përgatitur me makaronat, që makaronat mendoj që të vendosim në furrë dhe ju tregoj edhe mënyrën se si do të bëhet për pjesën e makaronave. Pra, është një recetë që ka disa procese pune. Po, ka procese pune, por në fund të fundit është e diell dhe bëjmë një gatim ndryshe, pak më me ngem, pak më të shishëm, si thua. Se jo e shtun. Sot është e premte, po ne po gatuajmë për të shtunë dhe për të dielën. Ka gatime që bëhen shpejt, ka dhe gatime që duan kohë, dhe gatime që duan kohë janë ato që bëhen më të mira. Duan kohë do të thotë që duan orë zgjatje në përgatitjen e tyre, në zgjerrjen e tyre. Kjo është e rëndësishme. Tani e kemi gati këtë salca, sepse kjo do të jetë salca që do të shoqërojmë makaronat. Ne makaronat do t'i zgjejmë vete, pasi do t'jetë bërë kjo që do t'a kemi mishin gati, që do të thotë veç se një 15 minutë që do të qëndroj përsëri në furrë me makaronat, do të zgjejmë makaronat, do t'i bëjmë pak gjatë, do t'i shtrojmë në tavë, do të hedhim mishin me salcën e përgatitur lart. Nëse doni, mund t'i shtoni pak kohë, se është ajo ideja e beshamelit, që e jep një tjetër shije, e bëni me djathë kaçkavall dhe që të hani, bëhet shumë e mirë. Është një gatim i veçantë, sepse gatime kështu, sigurisht që dim të bëjmë. Po, e vërtet. Ja, kjo është tani që e mbron mishin dhe sigurisht i jep edhe shije nga këto përbërësin e vet. Tani doni vetëm me këtë letrën e kuzhinës. Nëse keni edhe letër aluminit, do me thënë letrën tjetër, mund të vendosi, por s'ka nevojë. Sa për të ruajtur avuj dhe për të krijuar një kapak. Një kapak që të ngelet e butë në brëndësi. Po, faleminderit Danila. E kemi në maksimum edhe furrën. Edhe
Ja, kështu. Atë kemi gati neve tani. E vumë për para. Tani me shdo me remi. Ne Anila shiko, faktikisht. Shiko po makaronat në furë, do i vendosim, apo s'do i kalet në furë? Do t'i vendosim, jo, do t'i vendosim për të zirë. Do zihen, okej. Duhen zirë. Thash mos dhe i bëje kështu si që bënë një arti që i jep një të pjekur, kështu si të ngrohur? Jo, do t'i zihem. Kam hapur këtë, spagetin. Mund t'a bëjmë me spageti, mund t'a bëjmë me makarona tub, mund t'a bëjmë me makarona... Jo, do presim të zihuj, jo, bëjmë recetën e radhës. Dhe receta e radhës. Bëjmë salatën. Spagetit, okej. Ta bëjmë këtu, apo tek ajo tjetër, s'ka gjë se bëjmë këtu. Këtë dua shte. Ja, këto do përgatisim në më, ku jemi. Që në kanë të hapura, po ja u tregoj me atë rast. Shikon që në ngjyrë dallohen, kanë këtë të verdhën e këndshme. I kam këtu se po kërkoj këtë drasën që të gri pak edhe qep. Ne kam vënë unë aty, qas gjë në pyet mua, unë ja lëviz vëndet. E po mirë s'ka gjë Anila, nuk ka problem, kjo s'na duhet. Më do ta heqim, të heqim këtë që s'na duhet. Na e shpjego pak shumë në teori këtë salatën njëherë. Kjo është një salatë e ngrohtë që shoqërohet shumë mirë me pjesën, do me thënë, e përgatitjes së tavës me makarona. Që do të thotë, kemi lakër të kuqe. Lakër të kuqe, mollë, që mund të përdorim mollë jeshile të kuqe, çfarë mund të keni juve në shtëpi. Sigurisht që do të kemi edhe pak vaj, fillimisht se është e nxehtë që thamë, do të kemi sheqer të erët, do të kemi edhe aceto balsam, nëse nuk keni uthull, edhe limoni është aty të pjesa e mollëve, do të kavërdisen dhe do të serviren shumë e thjeshtë, dhe një qep të thatë. Ja do dhe një qep të thatë. Do dhe një qep të thatë që të karamelizoj dhe të japi shije. Atëherë nga fillon puna? Nga qepa fillon. Nga qepa. Shumë mirë. Nga qepa, sepse lakrën e kemi prerë, po ndoshta mund të nisë kështu në fije të holla. Edhe këtë letën, pak. Atëre do hedhim qepën fillimisht, lakrën e kam të grirë. Edhe këtu gjithmonë përdorim në për salatra tjetë kështu në fije, qepa. Hedhim qepën. Do t'i hedhim vaj. Do t'i hedhim krip, dhe nuk tham aromatizusët, sepse këtu mund të përdorim bahar, armoskati, jep shumë shirë. I kishën të dyja variantet në recetë. Janë, do me thënë, nëse ju ndodhen, hidhni, sepse ato janë që i japin shije, e bëjnë të veçanë salatën. Edhe mënyra se si do të pregatitet, bëhet shumë e mirë dhe bëhet një salatë ndryshe nga jo salata që bëhet me lakër të kuqe, lakër të bardhë, edhim portokalli, lëng limoni, lëng portokalli. Kjo është një salatë e ngrohtë, edhe kombinon mjaft mirë me këtë salatën. Janë salatat të cilat bëhen, sidomos në sezon të dimrit. Mjafton të themi mollë dhe lakër dhe kuptojmë që jemi në dimër. Duhet një skuqe e plot? Jo. Jo, thjesht të na zbuten këto, dhe do hedhim sheqerin pastaj të karamelizohet. Edhe më mbrapa do të shtojmë edhe lakrën e kuqe. Edhe bëjnë shumë të mira, do me thënë është një salatë shumë e shishme. Vërtet është e ngrohtë, por na del një salatë e shishme, si që ju thash. Të zbuten pak këto, të marrin atë, fillojnë të marrin atë ngjyrën e arit, se atëherë fillon edhe karamelizohet qepa. Edhe si qepat kemi hedhur edhe kriptihet pak të sheqer, dhe sheqerin tjetër do të hedhim në momentin tjetër, kur do të hedhim edhe lakrën dhe mollët. Mollët i kemi të qëruara, si që shikoni salatën e kam prerë në fije, ndërsa mollët i kam prerë në kubik të vegjël, nuk i kam prerë në fije, që të më ndryshoj, do me thënë edhe mënyra e të këtyre produkteve, mos t'jenë të gjitha një lloj. Pra kemi hedhur sheqerin, ka filluar të karamelizohet, dhe është momenti lakrën e kuqe Anila të lutem, sepse mollët i hedhim në fund. Faleminderit. Shiko se sa e mirë që ka lakra. Kjo do t'ullë vëllimin, nuk do të qëndroj kështu se sa është. është lakra që më pëlqen shumë, qoftë në salatë të tillë, qoftë edhe në një mënyrë, do me thënë, e salatës Anila në u fik soba. Po, çfarë tringolli u fik? Soba, u fik soba. Se e kishim vënë me kështu na. Ndezim prap?
Tani duam të zbutet kjo. A kemi dhe verën, Anila? Se i shumë e verë këtë neve. Po pse më thua mua sikur unë kam verën me vete, urdhëro kati. Salat pa verë. Ishte momenti... Jo, nuk është... Mendova se kemi kaluar radhën e hedhjes së verës. Kemi kaluar, tani do jetë vera. Në moment që do filloj të zbutet salata, do të shtojmë edhe verë. Po shikoj edhe... Jo, mendova se mos e tërhoj që kështu për të konsumuar. Ja. Nuk e kisha vëmë për ti, e kisha vëmë për salatën. Lirova pamje në kamerës dhe më ndajës postova. Tani po thoja që ujnë e kemi gati. Mendon ti shtoj makaronet? Po është valuar, po. Sa të hedh? Po tani, sa të duash? Gjysmën? Hidhe thonë qunat. Na? Gjysmën, s'kemi shumë ujë. Hidhe, gjysmën, se kemi ujë, s'kemi ujë vërtet. Edhe duam të na bëjnë dhe në qikë shpejt. Për të t'jap të që ta përzi. Po, jo, s'ka gjë, se marim tjetër. Katë mos u... Pa të fillojnë të zien, se rëshkasin vetë ato. Bëjmë e duar kështu. Edhe pasojnë atë i përdrejnë kështu që të fillojnë të zihen. Krip, Anila. Po, ma jep. Urdo. Gjysmat, në fakt se edhe atë tavën nuk e kemi shumë të madhe. Ja kështu. Ja u zbutën edhe këto, do me thënë salata. Bo, sa e mirë. Ashtu, a? Kjo nuk ka vetëm si tua shio, vëlla, ka dhe këtë ngjyrën e mirë, që kur e vendos në tryezë, të jep një tjetër kënaqësi. E shikon edhe kënaqesh duke e parë, pastaj për të ngrënë tjetër gjë që ka shihen më të mirë se gjitha llojet e sallatës. Edhe kemi thënë që sa më ngjyrë të jenë këto perimet, aq më të mira janë, aq më shumë vlera ushqimore kanë. Antioksidantë. Kështu që konsumoni, atje që merrni herë të kuqe, herë të bardhë, të dyja mund t'i keni, heri bëni sallatë, heri bëni gatime, gjellë, supra. Kjo bëhet një supë e mirë në salata e kuqe, është ajo supa borsht që bëhet ruse, që e bëjnë rusët, më thënë, të lloj salate përdorin shumë ata. Koklakrën e kuqe. Tani jemi gati të shtojmë vera. Ja, erdhi momenti. Erdhi momenti, faleminderit Anila. Të lutem Kati. Një verë kuqe, e lëm të avulloj alkooli, hidhja një të detë salata. Edhe shtonë dhe ngjyrën akoma edhe më të bukur të lakrës, që si e bëri më të ndezër. Pasi do me thënë të më nxjerë këtë pjesën e të avulloj alkooli, do t'i shtojmë pjesën tjetër të sheqerit. Nëse s'keni sheqer kafë, s'ka problem, mund të shtoni dhe atë sheqerin e zakonshëm. Por bëjeni salatën sepse vërtet do t'ju pëlqej shumë në momentin që do t'a bëni edhe t'a bëni kështu se si po e bëj edhe unë. Ndërkohë, Kat, po më thuaj. Ne duhet të bëjmë një shkëputje tani. Kur erdhi koha kaq shpejt? Ja që vjen koha, kështu që më thuaj ti çfarë do bëjmë kur të jemi në pushim apo do i presim që të përfundojmë sallatën, ndërkohë do kemi nxjerr makaronat, kemi vendosur këtu dhe kemi edhe një recetë tjetër që është me ato pjesë të cigarive. Aromë e mirë. Ju që të keni këtë aromë, bëjeni në shtëpi tuaja se vërtet do ju pëlqej shumë edhe do mbushë shtëpia me aromë shumë të mirë. Thash Anila që do të kemi këto cigarive të pjesë nga mish, gici ose deri, të cilat i presim në kubik të vegjël, i ka vërdisim dhe i bëjmë omlet me vezë. Bëhet edhe kjo një recetë shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Kështu që kemi goxha punë kur të kthehemi. Bëjmë një shkëputje publicitare dhe vim në kuzhinë në pjesën e dytë pas pak. Ja ku erdhëm
pas hapësirës publicitare vazhdojmë të jemi në kuzhinë, kemi ende shumë gjëra për të bërë, sepse ç'është e vërtetë asnjë recet nuk e kemi përfunduar, i kemi nisur si gjithmonë në orën 9, i kemi vënë përpara, por që kemi punë për të mbyllur. Si bidisur po. Nëse doni të shikoni se si kanë nisur recetat, pak minuta më vonë duhet të klikoni në YouTube, në dy kanalet tona zyrtare News 24 ose në Villa 24. Ja, ky është kanali zyrtar i yni, ku gjeni gjithçka që ndodh në transmetim të drejt për drejt nga e hëna në të premte nga ora 9 deri në orën 11, të ftuarit, materialet e terrenit, informacionet, receta, gjithçka që ne sjellim në mëngjeset tona në Villa 24. Tani, bëjmë një kujtesë të shkurtër? Para se të bëj kujtesën, Anila, le të them domethënë për pjesën e sallatës që kemi filluar fillimisht me vaj, me qepët, të cilat i kemi prerë gjysmë rreti, kemi hedhur krip piper, kemi shtuar edhe pak sheqer të errët për të karamelizuar, nëse s'keni hidhni atë të zakonshmin. Ndërkohë më mbrapa shtuam edhe lakrën, siç e shikoni është zbutur, e shuam me verë, është momenti tani të shtojmë edhe këtë sheqerin, pjesën tjetër të sheqerit. Dhe aceton, Anila. Erdhi. Dhe mollët. Aceton dhe mollët, ti kulloj nga uji? Po. Edhe këtë aceton. Që i jep shumë shi. Moll jeshile? Po. Çfarë lloj moll? Të kuqe jeshile nuk ka rëndësi. Moll t'jenë edhe nuk ka rëndësi. Jeshilja sikur shkon më shumë në gatime, edhe në sallata, se vjen pak kështu si majoshe. Edhe kombinon mirë me këtë, si thua, me këto shijet që neve hodhëm brenda. Tani thamë arë moskati, thamë kështu nga kjo, qa thamë tjetër, Manila? Verën? Mirë, ato i hodhëm. Arë moskati. Për në recetë thua ti, po e ta shohim recetën, e ta shohim pak recetën, edhe e lexojmë, edhe na... Po, arë moskati dhe kemi këtu, shohim recetat në ekran, i shohim të gjitha, se nuk e kemi parë në këtë pjesë të dytë. Po e nisim pikërisht me sallatën e ngrohtë me lakër të kuqe dhe moll. Pra, 300 gram lakër e kuqe, 2 moll, gjysmë limoni, 1 qep, gjysmë gota verë kuqe, 3 lugë gjelle aceto balsamico, 1 lugë gjelle sheqer kaf, bahar ose arë moskat, ne po i shtojmë arë moskat, krip piper, vaj. Të gjitha i kemi hedhur gati. Ja, arën, kjo është e fundit. Po, e pra mirë, e fundit. Kjo është receta e plotë e sallatës së ngrohtë që sapo po përfundojmë tani. Ndërkohë që mish me makarona në furn, mishin e kemi në furn, makaronave i kemi dhënë një të zjerë shumë pak minuta. Në total përbërësit janë këto 800 gram mish, 2 lugë gjelle vaj, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle miell, 2 qep mesatare, 3 thelpinj hudhër, 2 karota, 1 deg selino, 1 kuti domate të konservuara ose 2 domate pure, 1 lugë gjelle salc, pak piper speci, 1 pako makarona, 1 fixhan çaj kos dhe 80 gram djath kaçkavall. Atere, ne Anila do ta lëm pak të qetësoj. A ti lexoj qoftet këto cigaridhet shpejtësisht? Cigaridhet faktikisht, cigaridhe, jo qoftet. Bën një lapsus atje. Pse? Ja se e flasim kur të kthehemi, e shohim pak shpejt për mund ta shikosh Anile dhe 500 gram mish viçi, gjys gotë e verë, 4 kokra vezë, 2 lugë gjelle pana, krip piper rigon, majdanos për servirje. Tani, cigaridhet nga qoftet ose më saktë ç'a janë cigaridhet, se qoftet i din ç'a janë. Shiko, atëre, cigaridhet siç e shikon janë copza mishi nga mish deri ose viçi. Po. Më falni, deri ose gici do thoshja, do me thënë, gici është më i vogël, deri është më i madh. Kjo ka ndonjë ndryshim. Të cilat i vendosin dhe i kavërdisin, i hedhin krip edhe piper, do të trapim vezë, i bëjmë omlet. Është si një lloj përmesore këto. Ata që ju pëlqen, se ka dhe që nuk i pëlqen dhe nuk e preferojnë mishin e deri. Nuk jemi në kundërshtim. Pra cigaridhe, kështu ruajeni recetën juve në atë blokun tuaj të recetave. Tani, Anila, unë duhet të nxjerr nga fura këtë mishin. Për ta vendosur prapë në furrë dhe ta përfundojmë. Ja të lutem. O, sa arome mi që nxjerr. Po. E heqim dhe këtë pjesën e letrës. Tani do ta lëm pa letër? Jo, tani do ta lëm pa letër, sepse shiko tani se çfarë do bëjnë edhe këtu tek makaronat, të cilat do të hedhim edhe pak gjalp në moment që i nxjerrim.
se i bëjmë, do me thënë, jo zjerje të plot, se ndryshe na qullosen. Duhet një zjerje e lehtë. Po, shumë pak i lamë nëve. Po jo, s'ka nevoj, ajo do zjerë me lëngun e këtyre që kemi nxjerë, do me thënë, se kjo ka lëngje tani. Ashtu. Merrim mishin. Ma tje duhet të hevë lëngun për para. Kom timo ka ty se? S'ka problem, ja. Okej, që të kaloj lëngu të makaronat, e po prova. Kjo është ideja. Edhe, tani i heqim edhe këto pjesët që të kalojnë edhe anash. Nga lëngu i makaronave do marë pak këtu të shplajkte që t'ja hedha. Dhe do t'a kthejmë për sëri në furr. Po prit njëherë, se kemi dhe gjëra tjera për të hedhur. Kemi kosin. Kosin, apo jo? Ashtu, hedhim edhe këto lëngjet, se janë lëngje shumë të mira. Hedhim edhe kosin, nëse doni, por provojeni, se ju thash që është ajo mënyra e beshamelit me kos. Pa. Por nuk hedh ves, nuk ka nevoj për ves. E do mbushet me djath tani kjo. Na po si mos dalje e mirë ajo kati, që s'ka brënda. Po përëndaj themi njëherë bëhet kjo. Kjo bëhet njëherë, nuk bëhet çdo ditë. Tani djathin do ta hedh me dorë, sepse do me dorë, ta shpërndajmë mirë. Ka ngel dhe një copë. Një copë e pagrirë, s'ka gjë. Ja. Do mbushet tani me djath. Edhe në furr tani sa 15 minuta, 20 do të shikoni dhe këtë tani. Pa, ne do të nxjerrim për më pak, sepse ka shkrirë djathi. Shumë mirë. Ti hedhim dhe një. Bukuri. Pakës fare gjalp, Anila, pak fare. Nuk e rënduam, mos thoni që e rënduam, se gjalpin e kemi kursirë, se kemi hedhur në fillim fare, e hodhëm tani. Kështu që nuk e kemi rënduar, e kemi hedhur aq sa duhet. E vendosim në furr, tham temperaturën, e lëm sa të na bëhet gati. Do ta shikojmë. Okej, ne do e shohim deri në orën 10, sepse aq kohë do të kemi. Tani, salata besoj është gati. Do duhet ta shërbim. Zgjidhë një salatier ku ta servirim, Anila. Kamallin e mishit këtu se e kam kthyer nga të gjitha anët. Nuk pëson gjë, Anila, do vaj ai. Do një qik vaj tani. Edhe krip, edhe piper, edhe të pastrojmë dhe tryezën tonë këtu t'i heqim. Okej. E lëm. Pastrojmë qik vëndin këtu. Cilën nga... Merë këtë duash. Të marrë këtë? Ajo që të pëlqenë ty. Shikoje? Unë nuk them jo. Këndshme është kjo. Të shkëlqyre paske zgjerë. Si të kemë si vetë. I lo gati aty edhe. E zgjodha unë. Atëherë. Salata me lakër është gati. Është gati. Shumë e shishme. Është një salat që konsumohet kështu e ngrohtë. E sa të vinë në tryezë të tjerët, ftohet, do me thënë. Vejet e para kjo në tryezë. Do të kisha marrë atë më të marrë, dhe s'ka gjë. Lugë? E s'ka gjë, se po e hetë kështu. Ose aromë të mi që paska. Po pra, e ndjeva edhe unë kur po... Kanel nuk i ke shtuar, jo? Se më vinte një si, apo është ara moskatit që ma jep atë... Jo, edhe baharin. Bahari po, që shkon, po, që bahari ka ngjason. atë shien ndërmjet kanelës edhe karafilit. Kështu që prandaj themi hedhim bahar, nëse s'keni mund të shtoni pakës fare kanelë, po jo shumë. Se e dim që kanela i shkon shumë mollës.
Tani, po duam mund të shtojmë edhe pak arra, por që... I shtove, jo? Jo, mendoj më mirë kështu. Tani? Më mirë thjesht, edhe këtë lëngun. E do dhe lëngun. Po. Shtalli që mos të bëjmë pjatën pise. Kjo ta fshim edhe po e bëm pis. Kjo ka një të keqe. Kjesh unë kam hallin e mishit që mendoj se është gati. Mos u mërzit për mishin se shiko tani. Atë mishin e duam tjetë, prandaj qëtë cigaride, se duhet tjetë sa më i pjekur fort tani la. Duhet ka vërdiset mirë. Po, nuk kemi a i shumë ko. Ashtu. Mirë, s'kemi koja vezët do hedhim neve tani. Vezët, po. Nuk do ndonjë. E kemi nxjerrë mirë sallatën të pak kjo ka rëndësi. Ja të shtojmë dhe vezët. Ja, të shtojmë. Po, shisa mirë është o kati. E mirë. Se për shije provojeni. Për shije provojeni. Provojeni për shije. Aromën këtu e ka shumë të mirë. I hedhim një 4 kokra vezë. Vezët super të freskta të Vitali, qikoj si e ka të verdhën e vezës, fantastike, e ka kështu të ngritur pufta. Ha, Kati. Si e ka të ngritur? Se nuk i qua në pufte në këta. Jo, ashtu është. Priti hedhëm dhe një qik nga kjo. O pak qumësht, e di pse omleta me qumësht ose me pana, bëhet shumë rrit volumin. Pa, edhe ishte në shia. Edhe shia pa tjetër, por jep atë volumin e omletës. Në të vendosim këtu. Pirun ka marë. Ti hedhim krip, jo dhe shumë, edhe piper. Jemi në rregull. Në këtë mënyrë, kjo omleta bëhet shumë e mirë duke shtuar edhe një lugë miell, edhe del diçka tjetër, pa mish. Pa, e ndim, pa, vërtet. Edhe përsëri është një mënyrë për ta shtuar disi në sasi. Nëse s'kemi shumë vezë ose jemi shumë persona, e shtojmë me qumësh, me pana, me miell, edhe e bëjmë. Interesante. Nuk e dija që bëhej kjo gjëja kështu. Bëhet edhe bëhet shumë e mirë, madje. Le ta lëmë të qëndroj, do më thënë të... Okej. Si jemi me kohë, Anila? Jemi në 2 minutë në fundit. E mirë, kemi kohë tamam aq sa për të nxjerrë atë. Po, sigurisht që tavën me makarona edhe me mish është e kuptueshme që nuk e kemi 100% të gatuar edhe në brëndësi, sepse mishi do më shumë kohë se sa kaq, por ne, si që themi gjithmonë, e nxjerrim nga furra për t'ja u treguar edhe pamjen e tavës dhe e rikthejmë përsëri për të bërë atë pjekjen e plot të saj. Ndërkohë Kati merret me vezët, unë po nxjerr tavën, ta kemi këtu në tavolinë për të kuptuar edhe një herë recetat e kësaj dite të premte. Opa. Do dhe pak. Do pak si shumë. Jo, do të them që të pak të na merrte ne një qik më tepër ngjyrë. Që të marri atë pjesën. Megjithatë, Krio, mendoj se është e qartë mënyra e të gatuarit. Se pastaj pritjen e pjekjes në furrë, ato e bëni vetë në shtëpi? Shiko, koha e zgjatjes neve i thamë, do me thëmë se sa duhet të qëndroj, qoftë për mishin, qoftë për pjesën e... Megjithatë, duke që është një pjatë e shishme. Atëherë. Edhe kjo shumë e shishme, ja dhe pakës fare Anila që ta kthejmë pastaj. Ndërkohë po. Ja. Është për gati. Ta servi edhe këtë. Pa këtu. Ka dhe një qik këtu vezë. Kemi përfunduar, edhe ne përfunduam. Ja, thjesht të vendosim pranë njëra tjetrës.
Si dy motra neve jemi. Njëra tjetrën pra ne kemi. Mirë, mirë duket. Mirë duket, nuk duket keq me të drejtën. Ja si kthehe recetat kështu shpejt, ca copoza mishi, të skuqura mirë, me disa kokrave zovitalve, dreka është gati. Duhet ta mbyllim, po më thonë, Kati, të lumshin duart. Në rregull, atëherë po e mbyllim. Fundjavë të mbar. Neve i përfunduam, i kemi gati, idet u adham, mënyrën se si bëhet u adham. Shpresoj që anvisat e kanë kuptuar dhe sigurisht i kuptojnë, sepse ato me njerë se sa neve hapim gojen, ato i kuptojnë të gjitha. E vërtetë, është plus që kush gatuan e di pak a shumë. I falenderojmë që qëndruan me ne, ju urojmë një fundjavë të bukur, kalofshi sa më mirë, gëzime në familjet tuaja, të gjithë bashkë, shijojeni drekën tuaj, darkën si të doni juve, dhe mirë takofshim këtu të hënën me ide dhe recetat të reja. Fundjavë të mbarë, Kati, faleminderit ty e të lumshin duart. Faleminderit. Shkojmë në publicitet.